Drejtësia në Vlorë nën presion, mungesë gjyqtarësh, çështje të mbi ngarkuara dhe vonesa shqetësuese. Qytetarët në Vlorë përballen me pritje të gjata për zgjidhjen e çështjeve, ndërsa mungesa e gjyqtarëve dhe mbyllja e apelit ka arritur ngarkesën në sistemin gjyqësor të qytetit. Gjatë një interviste kreu i dhomës avokatis Durim Bajramaj tha se reforma në drejtësi e cila synoi pastrimin dhe forcimin e sistemit gjyqësor ka sjellë pasoja të ndjeshme në funksionimin e drejtësisë në qytetin e Vlorës. Mungesa e gjyqtarëve, çështjet e mbi ngarkuara dhe zgjatja e fateve të shqyrtimit kanë krijuar një situatë alarmante për qytetarët dhe profesionistët e drejtësisë. Situata në gjykatën e Vlorës, për të qenë të sinqertë, sa po vjen dhe po përmirësohet. Dhe nëse është stoku i gjykimeve, aty është për shkak të reformës në drejtësi. Sepse gjykata e Vlorës arriti që u katandis me 4 gjyqtarë. Dhe për ditë aty vinin kërkesë pa di, kërkesa të ndryshme ose çështje penale për të gjykuar dhe nuk ishte gjyqtar. Tani në djenin time janë 12 gjyqtarë, aty duhet jenë 16 gjyqtarë. Faktikisht janë 12, ka 4 mangut, por duke parë gjendjen në të cilën ishte, themi se nuk jemi keq. Nuk kemi atje ku duhet ishim, por nuk jemi aty ku ishim. Tani, përsa i përket sistemit gjyqësor, ajo që unë e kam theksuar gjithmonë dhe po e ritheksoj, situata më alarmante është në gjykatat e apelit. Në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe në gjykatën e apelit administrativ që të dyja janë me selin në Tiranë. Tek gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, pothuajse situata është alarmante sepse aty nuk po gjykohet. Aty gjykohen vetëm masa sigurie dhe gjykohen çështje penale që janë me afatet e paraburgimit. Nuk flitet për çështje civile apo çështje të tjera që shqetësojnë qytetarët shqiptarë në këtë moment dhe në këtë situatë. Qytetarët vlonjat, por jo vetëm këta, të gjithë qytetarët shqiptarë nuk kanë më aksesin në drejtësi. I drejtohen gjykatës për të zgjidhur një problem dhe marrin vetëm gjykim tani në shkallë të parë dhe presin me vite të tëra për të gjykuar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Po t'i referohemi çështjeve gjyqësore që po gjykohen në thonjza, sepse thash, aty nuk po gjykohen çështje civile, gjykohen vetëm çështje emergjente, të karakterit emergjent, gjykohen kërkesa për njëjën e vendimeve të huaja, për të dhënë fuqi në Republikën e Shqipërisë, gjykohet edhe ndonjë çështje civile me karakter familjar, siç janë zgjidhjet e martesave. Pra, aktualisht dhe ato janë në vitin 2017. Pra, jemi në 2025, jemi 8 vite mbrapa. Dhe llogarit dhe sa do të shkojë në gjykatën e lartë, pra i bie që një qytetar të drejtohet gjykatës për zgjidhjen e një problemi gjyqësor, duhet të presi të paktën deri në 20 vite. Aktualisht në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë janë në detyrë 13 gjyqtarë nga 16 të planifikuar në strukturë. Sipas të dhënave zyrtare, nga procesi vetingut janë pezulluar apo shkarkuar 6 gjyqtarë, duke lënë trupën gjyqësore të paplotësuar dhe me ngarkesë të lartë pune. Në këtë gjykatë shqyrtohen mesatarisht rreth 480 çështje në muaj, shifër që dëshmon për volumin e lartë të punës dhe për sfidat që përballojnë gjyqtarët. Më shqetësues mbetet kohëzgjatja mesatare e shqyrtimit të çështjeve. Sipas analizës vjetore të vitit 2023 për çështje civile, duhen mesatarisht 263 ditë, ndërsa për ato penale 101 ditë për të përfunduar një proces gjyqësor, ndërkohë që sipas Bajramaj, stoku i dosjeve daton prej 2017-s.